Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjejë sa më mirë. Dua të të uroj edhe për vitin e ri 2026, të uroj shëndet, dashuri, para dhe begati për ty dhe për familjen tënde. Dhe të lutem nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar, nuk ke bërë subscribe akoma, kliko te butoni abono, bëj subscribe, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin e vitit 2026 për shenjën tënde, për shenjën e Demit. Do ta filloj nga muaji janar, sepse shikoj shumë lumturi për ty në janar. Shikoj një arsye të madhe për të festuar, një arsye për të mbledhur me familjen, diçka që ty do të të mbush nga ana shpirtërore, do ta bëj zemrën plot. Dhe mund të jetë një gjë që ka të bëjë, një sukses që ka të bëjë me blerjen e një shtëpi e re, mund të jetë një ndryshim në shtëpi që ti e ke pasur si synim ta bësh prej kohësh, për shembull një rimodelim, një ndryshim i dekorimit të ambientit të shtëpisë, diçka që e bën ambientin më të rehatshëm, më të këndshëm, një fitore, pra një fitore, një arritje e madhe që lidhet me shtëpinë tënde, por mund të jetë edhe diçka që ka të bëjë me një sukses të një antari të familjes që ju e festoni të gjithë së bashku. Dikush mund të diplomohet, të kaloj një provim me sukses, të mbyll një kurs me sukses, dikush mund të ketë zbuluar një shtatzani dhe mund të jeni të mblidheni për një baby shower apo për një arsye, pra për një festë familjare. Çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, shikoj që viti 2026 do të filloj me lumturi, do të filloj me harmoni. Shikoj që ke një bazë mjaft të mirë që e ke ndërtuar për veten tënde dhe me sakrifica, me mund, po ndihesh rahat me njerëzit e tu, ndihesh rahat me atë çfarë ti ke realizuar për veten tënde, me atë ngrohtësinë familjare. Edhe pse shikoj një kontrast mes kush ti je si person me njerëzit që të njohin, me njerëzit e familjes dhe kush ti je në shoqëri, jashtë dyerve të shtëpisë tënde, jashtë zonës tënde të komfortit. E shoh këtë në shkurt sidomos, shoh që do të kesh një situatë ku nuk do të ndihesh rahat, nuk do të ndihesh mirë, mund të jesh në një ambient të tillë me njerëz të tjerë. Kjo ka të bëjë me punën, kjo ka të bëjë me shoqërinë, kjo ka të bëjë me një ambient që nuk është komplet jashtë asaj rehatisë tënde, jashtë asaj çfarë ti bën zakonisht. Do të gjendesh në një ambient, në një vend rrethuar me disa njerëz që nuk do të pëlqejnë, nuk do jesh rahat, nuk do ndihesh mirë. Do të duket edhe vetja pak si një person që nuk bën dot këtë pjesën sociale shumë të komunikimit me njerëz të ndryshëm, do duket pak vetja si peshku jashtë ujit që themi. Kjo është energjia e shkurtit. Nëse është diçka që ti e ke në dorë, ta zgjedhësh, nëse mund të shkosh ose jo, më e mira do ishte t'ja evitoje vetes këtë siklet edhe mos shkoje fare. Nëse është diçka që duhet shkosh me patjetër, përpiqu që mos t'i marrësh gjërat shumë afër vetes, shumë afër personale, tek egoja jote, se ndonjëherë njerëzit nuk e kanë mendjen shumë se çfarë bëjnë të tjerët, secili është në botën e tyre, secili është në gjërat e veta, mendon për gjërat e veta. Kështu që mos i merr gjërat shumë personale, kaloje, do të jetë diçka që nëse të ndihmon në aspektin profesional, është për të mirën tënde dhe duhet të komunikosh, të krijosh kontakte pune, shfrytëzoje në avantazhin tënd. Në të kundërt, nëse është diçka sociale që mund të shkosh ose jo, zgjidh vetë nëse është opsioni më i mirë, por e shoh si një situatë pak të sikletshme. Kurse në muajin mars, shikoj dëshira jote për të kujdesur për të tjerët do të jetë shumë e madhe, fokusi dhe vëmendja ndaj personave që ti ke afër, sidomos njerëzve të familjes. Shikoj një fokus jashtëzakonshëm te kujdesi ndaj fëmijëve,
të kujdesi ndaj prindërve, tek çështje që kanë të bëjnë me anën tënde emocionale, anën e dëmshurisë, anën e kujdesit për që të tjerët jenë mirë. Pra do ta fillosh muajin pa egoizëm, do ta fillosh muajin komplet vetëm në funksion të njerëzve të tjerë, me një dashuri, me një dedikim të jashtëzakonshëm për të tjerët. Kjo deri në fund të muajit do të të lodh, sepse kur jep shumë, bën shumë për njerëzit e tjerë, ke nevojë ta rikthesh fokusin sërish tek vetja jote dhe tek trupi jote, tek mirëqenia jote. Fatmirësisht, nga data 30 mars, Afrodita, planeti që ty të udhëheq, është planeti që lidhet me të bukurën, me luksin, me rehatin, do të futet në shenjën tënde, të Demit, dhe kjo me një herë të bën të ndjesh mirë, kjo me një herë të jep energji, kjo me një herë të bën që të shikosh rezultatet e punës tënde. Pra, mund të ndodhë që nëse ti je kujdesur shumë për të tjerët në fillim të marsit, deri në fund të muajit, pastaj njerëzit të ndryshojnë, thonë për çfarë ke nevojë, do vi unë të të ndihmoj, do të gjendem unë, do bëj unë për ty. Nëse ke punuar shumë, sepse kjo pjesa e investimit, e përpjekjes, e kohës, mund të ketë qenë edhe tek pjesa e punës, mund të jetë edhe tek pjesa e punës, do të kthehet në të mira, do të shikosh më shumë para, do të shohësh sidomos nëse punon me klient, punon drejt për së drejti me njerëzit, mund të shikosh një rritje të të ardhurave, mundësi më të mira, më shumë mirëqenie, pra shpërblimi i gjithë asaj energjisë krijuese, i gjithë dashurisë, i gjithë investimit tënd emocional, do të kthehet në momentin që Afrodita nga data 30 mars futet në shenjën tënde të Demit. Pjesa e fertilitetit do të jetë shumë e lartë mbas 30 marsit, kur Afrodita është në shenjën tënde, në Dem. Prandaj, nëse dëshira jote është të zgjerosh familjen apo të kesh shtatzanin tënde të parë, kjo është koha më pozitive, më e mbar për të mbetur shtatzan dhe për të pasur një shtatzani të rehatshme, të suksesshme, sa më të qetë, sa më të bukur, sepse është planeti që të udhëheq, dhe është planeti që lidhet me bollokun, me fertilitetin, me begatin. Prandaj mbaje mend, nëse e ke këtë synim, data 30 mars është koha më e mirë. Kurse prilli, gjërat do të fillojnë të lëvizin shumë më shpejt për ty. Të shikoj ty vetë me një fokus më të madh, do të kesh shumë punë, do të kesh shumë gjëra që duhet realizosh në prill, gjëra të cilat lidhen me çështje jashtë shtëpisë, jashtë ambientit të familjes, gjëra që kanë të bëjnë me anën profesionale apo gjëra që kanë të bëjnë me aspekte intelektuale, me dokumenta, me shkresa, me gjëra jashtë punë që lidhen me ambientin jashtë shtëpisë. Nëse Marsi është komplet fokusi shtëpia, kujdesi ndaj prindërve, fëmijëve, familjes, kontrasti është shumë i madh në periudhën e prillit, kur kthehet e gjithë situata dhe është vetëm jashtë, punë, lëvizje, të mbaroj dhe këtë gjë me një aktivitet non stop. Aq më tepër që nga data 20 prill, dielli futet në shenjën tënde dhe fillon sezoni yt, fillon sezoni i Demit. Tu je në periudhën më të favorshme, në periudhën më të mirë të gjithë vitit për ty, prandaj shfrytëzoje nga data 20 prill, jepi forcë, jepi energji deri me 21 maj, sepse je në sezonin tënd. Jepi forca, jepi energji, mbaroj të gjitha çështjet çfarë duhet të bësh, dhe rezultatet do të vinë shpejt. Gjërat do të lëvizin, do të ecin shumë shpejt, rezultatet do të jenë të mira po ashtu. Më pas në periudhën e majit, shikoj që do lodhesh fizikisht paktën, duhet bërë pak kujdes me pjesën e shëndetit. Kujdesit ndaj vetes tënde. Mund të ndjesh një plogështi, mund të ndjesh një lloj ngarkese, një lodhje në maj, kjo edhe për shkak të nga ana intelektuale, pjesa e mendimeve,
mund të kesh vështirësi për të fjetur gjumë, që më pas do të transferohet gjatë ditës në lodhje, në ngarkesë, dhe ta them këtë sepse me 3 maj Mërkuri, planeti i komunikimit, futet në shenjën tënde, në Dem. Dhe kur ke Mërkurin në shenjën tënde, të bën që mendja jote të jetë në kaq shumë gjëra, të bombardon me mendime, të bombardon me ide. Mund ta kesh vënë re në periudha të caktuara ku shtrihesh të flesh dhe nuk të zë gjumi sepse ke kaq shumë mendime, nuk e qetëson dot trurin mjaftueshëm që ti të shplodhesh, të relaksohesh. Je gjithkohës, po të mbaroj dhe këtë kam, po duhet bëj dhe këtë gjë, po edhe kjo duhet mbyllur, po kam edhe këtë tjetrën që është lënë për gjysmë. Bëni bëj aq sa ke mundësi. Bëj aq sa ke mundësi, aq sa ti mund të realizosh, aq sa është e menaxhueshme për veten tënde. Kete më pas me datë 18 maj edhe Marsi, planeti që lidhet me atë shpirtin tënd luftarak, futet po prap në shenjën tënde, në Dem. Marsi është një energji pak e vështirë për ty, sepse ti do gjërat në ritmin tënd. Ti do gjërat i bësh ngadalë, ti bësh me qetësi, ti bësh ashtu siç ti dëshiron. Kurse Marsi të shtyn, të vendos limite, të thot për shembull në punë mund të thonë gjatë periudhës së Marsit, ta dash këtë gjë duhet ta mbarosh për 2-3 orë me patjetër, ose duhet ta mbarosh për 2 ditë, një javë maksimumi. Çdo gjë do të jetë me afat, çdo gjë do jetë me limite, çdo gjë do jetë me një kohë të caktuar. Sa mund të ndjesh këtë ngarkesën, thua nuk po i mbaroj dot punët, aq shumë, sa mbaroj një gjë, kam një gjë tjetër, kam një gjë tjetër, kam një gjë tjetër, edhe mund të kesh një tërheqje në drejtime të ndryshme, ku një person të kërkon për këtë gjë, një gjë tjetër duhet realizuar, puna të kërkon limit, thot me patjetër duhet vish të punosh edhe 1 orë apo 2 orë shtesë. Fëmia ka nevojë për ty, për të shkuar në shkollë, për të takuar mësuesin e të tjera. Pra të gjitha këto gjëra do të sjellin lodhje nga ana fizike, lodhje nga ana psikologjike, një mbi ngarkesë. Më e mira është që të para përgatitesh për periudhën e majit. Si mund ta bësh këtë gjë? Çfarë janë gjëra që ti që e di që duhen realizuar, mos i lër për në maj. Bëj paraprakisht në muajt e mëparshëm. Nëse mund të marrësh disa ditë leje në punë, nëse ke mundësi që ta ndash ngarkesën me persona të tjerë të familjes, kërkosh përnder që dikush të ndihmojë për diçka që mund të lidhet me fëmijët, apo që do të ndihmojë diçka që mund të lidhet me shtëpinë tënde, çfarë do qoftë kjo për ty? Kjo është koha që ta eliminosh këtë pjesë, këtë lodhje fizike, këtë ngarkesë, këtë stres, këtë mund ndaje atë volumin e punës me persona të tjerë. Për fat, ndryshimi pastaj në qershori do të jetë një muaj shumë herë më i lehtë për ty si Dem, një muaj shumë më pozitiv, një muaj ku në qershor mund të duash të bësh edhe pushime. Edhe pushime sepse ke nevojë të largohesh. Mund të jetë herët periudha e qershorit, por për shkak të ngarkesës së madhe, sidomos të këtyre muajve duke filluar që nga Marsi, Prilli, Maj, do thuash deri në qershor, do thuash nuk mundem dot më, do duash të shkëputesh, të largohesh, të shkosh në një vend që është një vend me energji, një vend i ngrohtë, një vend ku të qetësohesh, një vend ku të ripërftërihesh, një vend ku të kesh mundësi të shërohesh, të ndihesh më mirë. E them këtë sepse nga data 19 qershor edhe Chiron që lidhet është një asteroid që lidhet me pjesën e plagëve, me gjërave që ne kemi nevojë për shërim, kemi nevojë për qetësi, do të futet në shenjën tënde, në Dem. Dhe Chiron do që ta ulësh ritmin, do që të marrësh kohë për veten, do që të bësh veten tënde prioritet, jo gjithmonë ec për të tjerët, të bësh gjërat më ngadalë, edhe një kohë për të qetësuar, një kohë për të relaksuar, nëse nuk ke mundësi të bësh pushime, përpiqu që të shfrytëzosh periudhën e fundjavave. Kjo do të jetë një kohë ku e shikoj me fokusin tek pjesa e të dalës, pjesa e argëtimit, kohë me fëmijët,
Nëse ke fëmijë, kohë që ti e shpenzon me shoqërinë apo me një person që ta do zemra, kohë e qetë, kohë pozitive, kohë ku të shikoj me lumturi dhe me kënaqësi. Kurse periudha e korrikut do të jetë një periudhë ku gjëra që kanë të bëjnë me të shkuarën, ti do t'i lësh pas në korrik. Do thuash çfarë ka ndodhur, nëse ke menduar për diçka, nëse të ka mbetur diçka peng, e ke pasur si problem më përpara, sigur do të hiqet komplet kjo gjë. Nuk do e mendosh më, nuk do e lodhësh veten tënde më, mund të jetë një gjë që ka dhe vite, se ti si dem ndonjëherë i mban mend gjërat edhe e ngarkon veten me gjëra që mund të kenë vite që kanë ndodhur ti akoma e lodh veten për këtë gjë. Po shikoj një çlirim, një ndryshim që do vi një moment që do të ndodh edhe brenda një dite, që ti zgjohesh dhe thua e di çfarë, kjo gjë është mbyllur, nuk do ta mendoj më, nuk do të fokusohem më te kjo gjë, do të mbetet pas. Por shikoj edhe një rikthim në periudhën e korrikut. Një person që ka të bëjë, një person që ka qenë i rëndësishëm për ty. Mund të jetë pikërisht ky personi që ti thua do e harroj, nuk do mendoj më, shikoj një rikthim. Një person që do të kontaktoj, mund të jetë çështje që ka të bëjë me dashurinë, me romancën, mund të jetë një çështje e një ishi, mund të jetë një çështje që ka të bëjë thjesht me një person nga shoqëria ose një njerëz që mund të kesh humbur kontaktet për një kohë. Sidoqoftë si situatë për ty, në korrik e shoh si diçka që ti do ta analizosh me vëmendje nëse do t'i japësh një shans këtij personi për të pasur sërish kontakt dhe për t'u rikthyer sërish në jetën tënde. Sepse është shumë e rëndësishme për ty si dem, pjesa e besnikërisë edhe për të parë nëse vërtet qëllimi i këtij personi është pozitiv dhe nëse shikon diçka konkrete, jo vetëm fjalë, jo vetëm sjellje boshe, po diçka që ka vlerë për ty. E them këtë gjë sepse gushti do të jetë një muaj ku ti do të investosh tek vetja, ke një plan për veten tënde, ke diçka që ti do ta bësh në gusht, që e ke vendosur vetes si synim, mund të jetë një kurs, mund të jetë një trajnim, mund të jetë një udhtim që ti e bën për veten tënde që të ndihmon edhe nga ana shpirtërore, të ndihmon edhe nga vizioni për jetën, për botën, e shikoj si një kohë gushtin ku ti ke disa synime të qarta. Mund të jetë diçka që ti blen për veten tënde, blen një makinë, bën një lloj investimi që të përmirëson ty vetë si individ. Po shikoj edhe një investim tek studimet, tek pjesa e kualifikimit, sa informacion ke, që do të ndihmoj tek pjesa e CV-s, do të ndihmoj tek përgatitja jote. Dhe për këtë arsye ti kërkon standarde dhe ke standarde shumë të larta edhe për njerëzit e tjerë që janë rreth teje dhe që duan të kenë akses në jetën tënde. Do besnikëri, do qëndrueshmëri dhe do të shikosh që sjelljet janë saktësisht ato që persona mënyra se si do të sillen, se si do të veprojnë janë realisht, do të mbajnë fjalën dhe do të tregojnë vlerën, do të tregojnë se sa ti vlerë ke për ta. Kjo është diçka shumë pozitive sepse të shikoj që ke një prakticitet në mënyrën se si e shikon botën, se si e shikon jetën, që do të jap rezultate shumë të mira ty vetë, shumë të mira. Kurse muaj shtator do të jetë një muaj intensiv, një muaj ku shikoj një fokus të madh ose te shkolla, ose te studimet, pra aplikimet edhe përgatitjet mund t'i bësh që në gusht, por në periudhën e shtatorit unë shikoj një fokus të madh tek pjesa e shkollimit. Mund të jetë shkollimi për veten tënde, mundet nëse ke fëmijë që janë në një moshë që do të fillojnë shkollën, apo janë në një moshë që
do të fillon universitetin, një fokus i madh tek ana praktike, ana tradicionale, vlerat që do që ti zhvillosh tek familja jote, tek fëmia yt, por edhe ti vet, nëse ti je në atë fazën që do të investosh tek edukimi yt. Shikoj edhe një përfshirje me një organizatë, dhe ky është një mesazh specifik për disa dema, por një përfshirje me një organizatë fetare. Nëpërmjet kësaj organizate fetare mund të gjesh punë, nëpërmjet kësaj organizate fetare mund të udhtosh, nëpërmjet kësaj organizate fetare mund të ndjesh atë sensin e komunitetit, e pasurit, të njerëzve që mendojnë një lloj si ty dhe që kanë të njëjtat vlera me ty dhe që ndihesh rahat, sepse të thash ambientin që je, duke filluar që në shkurt, do të ndjesh këtë që sikur nuk i përket, nuk je rahat, nuk ndihesh mirë. Gjetja e këtij grupi, që mund të jetë një grup spiritual, mund të jetë një besim i caktuar fetar, kjo do të bëjë të ndihesh mirë, të ndihesh rahat, të ndihesh në një vend me qetësi dhe me vlera tradicionale, tipike, familjare që janë të rëndësishme për ty. Pra njerëz që kanë të njëjtat ideologji, të njëjtin vizion, një lloj si ty, dhe më në fund ndihesh rahat, ndihesh mirë, ndihesh në vendin tënd. Për dikë mund të jetë edhe një rikthim në vendlindje, një rikthim në vendin, në ambientin ku ka shumë njerëz që përshtaten me ty, ose rikthim në vendlindje, ose do të punosh me njerëz që kanë po të njëjtën origjinë, një lloj si ty. Pra mund të jesh shqiptar, por mund të kenë të njëjtën preardhje si ty, edhe duke pasur më shumë njerëz në punë me të njëjtën, nga i njëjti vend, nga e njëjta preardhje, ndihesh më mirë, ndihesh më rahat. Kurse muaji tetor, shikoj një siklet, shikoj një bllokim që do të hiqet, diçka që do të ndihmojë, diçka që do të lehtësohet, diçka që, dhe ky është një mesazh specifik, mund të jetë një person i familjes tënde ose një person që ti e njeh, që del nga burgu në tetor, edhe do gëzohesh shumë, do të jetë një arsye për ta festuar sigurisht, sepse është një person që ti ndoshta e ke pasur këtë merak, si do ja bëj kur do dal, si do shkoj, ke pasur një shqetësim i ankth në lidhje me këtë çështje në tetor, pra lirimi nga burgu i dikujt, mund të jetë edhe një dëm që është në burg edhe që lirohet nga burgu, por më shumë e shikoj si diçka që ka të bëjë me persona të tjerë, edhe ti sigurisht impakti, rikthimi i këtij personi ka impakt shumë edhe në jetën tënde. Po përveç kësaj, kjo do të jetë një energji që lidhet me çlirimin. Diçka që ti e kishe menduar si të pamundur brenda mendjes tënde, kishe menduar si të vështirë, kishe menduar si të komplikuar, kishe menduar si kjo nuk bëhet, nuk ja dal dot, si ka mundësitë, është shumë e vështirë, po unë e mendoj për shumë jashtë atyre kapacitetit edhe opsioneve që kam për momentin. Pra këto ide dhe mendimi që ti ke pasur më përpara do të ikin, do kuptosh që jo, ti mund të realizosh çfarëdo plani që ti ke, çfarëdo synimi që ti ke, çfarëdo dëshire që ti ke, çdo gjë mund ta bësh. Edhe mund të jetë impakti i organizatës fetare, i aspektit spiritual, do mund të jetë ndryshimi i njerëzve që ke rreth teje, që do të t'japin këtë besimin që po, ti mund ta bësh këtë gjë, se mund të dëgjosh për dikë tjetër që ndoshta ka shumë më pak se sa ty dhe ka arritur ta bëj nga hiçi, ka arritur me shumë më pak. Nëse do të hapësh një biznes tëndin, nëse do të bësh një blerje të madhe, një investim të madh, çfarëdo qoftë si dëshirë që ti e ke, që e ke menduar të pamundur, e ke menduar shumë të komplikuar, shumë të vështirë, do realizohet për ty. Edhe do ta shikosh si një gjë që po mund ta bëj edhe unë, po mund ta realizoj edhe unë, asgjë s'më pengon, asgjë s'më kufizon, të t'ja thuash vetes këto gjëra. Edhe në lidhje me dashurinë, nëse je single, shikoj që muaj tetor
do të vërtetoj që ato karakteristika që ti kërkon tek një partner ose një partnere, do t'i gjesh, është e mundur. Mund të kenë thënë njerëz të tjerë, ti ke kërkesa shumë të larta, kjo që nuk bëhet, këto janë kërkesa shumë të mëdha, janë gjëra absurde, janë gjëra që prishmëri jo realiste. Por në fakt ti do gjesh pikërisht gjitha ato gjëra që ti ke menduar edhe i do tek një person, do t'i gjesh. Do t'i gjesh dhe ky person do të vi drejt teje. Prandaj mos u dorëzo. Çfarë do ti ke në zemër dhe e ke kufizuar veten, ato ide, ato kufizime do të të hiqen në tetor. Kurse muaji nëntor do të jetë një muaj ku shikoj një energji shumë të fortë, pasioni, shikoj një intensitet të madh për ty, një dëshirë të madhe për të realizuar diçka. Mund të jetë ky çlirimi që thash në tetor, pastaj në nëntor kthehet në adrenalin, kthehet në motivim, kthehet në energji pozitive, nëse fillon një lidhje, një njohje dashurie, sidomos një njohje me një person që ka energji të fortë zjarri, shenjën ascendente, ose shenjën e diellit në dash, në luan ose në shigjetar, ky person do të të bëj për vete, ky person do të bëj të dashurohesh, do të bëj të përfshihesh shumë nga ana emocionale, do të jetë një romancë, një adrenalin, një eufori e madhe në muajin nëntor. Po mund të jetë për ty, mund të jetë pjesa e dashurisë, mund të jetë pjesa e punës, varet se çfarë impakti, se ky është një lexim i përgjithshëm, çfarë impakti ka për ty në mënyrë individuale. Megjithatë unë të shoh mirë, të shikoj që ke një pasion të madh, një dëshirë të madhe për të realizuar diçka, një motivim të jashtëzakonshëm. Fizikisht do të ndihesh mirë në nëntor, do të ndihesh që ke energji, ke forcë, mund t'ja dalësh, mund të bësh gjithçka. Dhe dhjetori pastaj mbyllet plot dashuri, plot përkushtim. Kjo është energjia e shpirtit binjak. Edhe shpirti binjak jo gjithmonë do të thotë që është dashuria, është një person që ti krijon një lidhje romantike. Shpirt binjak mund të jetë edhe fëmia yt, mund të jetë edhe një person që ke një raport shoqëror shumë të mirë, mund të jetë një person me cilin ti punon për vite, bashkëpunon edhe ke një mirë kuptim të jashtëzakonshëm. Pra, lidhja shpirtërore nuk ka të bëjë me atraksionin, me tërheqjen fizike, seksuale. Unë ju shikoj mirë dema. Në fund të muajit, në dhjetor, ti shpirtërisht do të kesh një kënaqësi të madhe, do të kesh një përmbushje shpirtërore, do thuash, unë kam dashuri, kam sidomos një person e shikoj të veçantë në jetën tënde, që ti kuptohesh për gjithçka me këtë person, që për sa kohë që je me këtë person, mund ndjen që mund të bësh gjithçka, gjithë bota mund të jetë e jotja, je plot energji, nuk ndalesh, mund të realizosh gjithçka që ti e mendon për veten tënde, ke një intensitet emocional, një lidhje shumë të fortë me këtë person. Tash mund të jetë për dikë, mund të jetë fëmia, mund të jetë partneri ose partnerja, mund të jetë një person që ke një raport pune, po do të kesh shumë mirënjohje në zemrën tënde që Zoti, që universi të solli këtë njerëz dhe që ndihesh kaq mirë dhe që bashkëpunoni kaq mirë dhe që kuptoheni kaq mirë dhe mbi të gjitha sinqeriteti i raportit, se sa mirë kuptim ka, se sa dashamirësi ka, kjo pjesë është shumë e rëndësishme për ty dhe mbyllet me energji mjaft pozitive dhjetori. Prandaj për këtë vit, për 2026, kristali, guri që unë rekomandoj për ju dhe për ty veçanërisht është kuarci roz. Kuarci roz që është guri që lidhet, kristali që lidhet me energjinë tënde, lidhet me energjinë e dashurisë për veten, dashurisë pa kushte, dashurisë së sinqertë. Dhe mesazhi thotë, duaje veten me të njëjtën dashuri që kërkon edhe nga të tjerët.
do të të ndihmojë shumë ta mbash në dorë ose ta mbash në qafë ose ta mbash si vath, pra afër me trupin tënd, sidomos në fillim të vitit, në periudhat ku mund të ndjesh lodhje, ngarkesë, ku të duket sikur nuk përshtatesh me ambientin, me njerëzit, në situatat. Kuarci roz për ty, duke qenë se është edhe kristali i shenjës tënde, është mirë që ta mbash gjithmonë me vete, ti si dem, sepse të ndihmon jashtë mase, të qetëson, të balancon pjesën e ankthit, nëse ke ankth, nëse ke pasiguri, nëse nuk ndihesh mirë, kuarci roz të ndihmon të kesh më tepër ekuilibër në trupin, në veten tënde. Të gjitha këto letra që unë përdora gjatë këtij leximi, qoftë orakullin e kristaleve, letrat e orakullit të kristaleve dhe tarot e para në shqip. Nëse do të mësosh të lexosh vetë letrat tarot apo letrat e orakullit, të dyja pakot e letrave vijnë me librin që të mëson se si të lexosh vetë letrat, po ashtu nëse do të porosisësh stoli, bizhuteri me kristale dhe me gur të çmuar, me kuarc roz, por edhe me kristale të tjera, byzylyk, varse, unaza, vath, gjithçka të cilësisë më të lartë mund t'i porosisësh direkt nga websajti im. Aty mund të porosisësh edhe një lexim privat, nëse ti ke një pyetje specifike, nëse do leximin e hartës tënde astrologjike, nëse do të dish se si do të jetë për ty në mënyrë specifike 2026 si vit, mund të rezervosh direkt nga websajti im. Futu tek linku në www.goldentruthtarot.com, aty mund të gjesh çdo gjë, leximet, mund të porosisësh letrat tarot, mund të porosisësh kristale dhe stoli, bizhuteri, dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Letrat tarot dhe letrat e orakullit mund t'i porosisësh edhe në amazon.com dhe në etsy.com. Të falenderoj shumë që më ndoqe, të uroj gjithë të mira dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim!